Disa njerëz tregon neglizhent ose marrin të lehtë shikimin ndaj haramit. Subhanallah, ky është një ndër problemet më të përhapura sot. Dhe një ndër arsyet është pikërisht edhe telefoni. Pra ai duke shfletu, e kalon lehtë, se ka fare problem. Pra se shef haram. Ndodh edhe një situatë e keqe, për shembull, e shef tjetrin në kafe. Ulet në kafe, kalon femra huj, pra ky nga fillimi i rrugës deri në fund, pra nuk janë dalë shikimin. Ndërkohë, Zoti i gjithësisë, çfarë thot në Kur'an? Thuaj besimtarëve të ulin shikimet. Pra robi, nuk po them, okay, një rast, pra kaloj, rregull, ul shikimin pastaj. Po mendej me fjalë robi se edhe syri është përgjegjës dhe do t'japim llogaritë në gjykimit. Pra me nejt njeriu për shembull me pa haram ti do t'japësh llogaritë në gjykimit. Dhe harami që bën syri është me pa në haram. Dhe robi duhet që me rujt shikimin. Profeti alayhis salam e porosit Aliun, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, që mos e pasosh shikimin me shikim. Pra, në rregull, një rast, pra e pe i herë, ule shikimin. Ama me pa 2-3 syri dërgon sinjal edhe ke zemra. Dhe vazhdon robi pastaj do dëshirat e këqija, derisa Zoti na ruaj arrin, pra me kalimin e kohës deri edhe në vepra të turpshme. Allahu na ruaj. Amin.